Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po takohemi tani sërish së bashku në kanalin Monitor TV, me të gjithë energjinë, me të gjithë dëshirën për të sjellur pranë jush se sa bukur Gjesti ka kaluar në Portokalli sonte. Gjesti ka patur një rol shumë fantastik me Visianu Ksenën, një nga personazhet apo një nga aktorët më të dashur të Portokallisë, i cili edhe ka publikuar një video nga momentet më të bukura që kanë kaluar sonte. Unë video nuk mundem ta publikoj këtu, sepse Top Channel nuk lejon i ndalon videot, por ju mund të futeni tek Instagrami i Visianit, edhe ta shikoni sa bukur që po kalon me Gjestin dhe sa po argëtojnë. Gjesti është shumë i lumtur, është shumë i gëzuar, është shumë i kënaqur, do me thënë ato fotografitë të cilat i ka postuar në Instagramin e tij është gjatë kohës kur po shkon prej hotelit të madh ku është i pozicionuar drejt godinës së Top Channelit për të qenë pjesë e Portokallisë, dhe nga të gjitha informacionet që unë arrita të siguroj, Gjesti ka shkëlqyer në skenë. Është pritur me shumë duar trokitje, është pritur me shumë brohorima, shumë njerëz ka patur në sallë të cilët kanë shkuar ta shikojnë Gjestin nga afër dhe Gjesti ka qenë shumë i lumtur dhe shumë i gëzuar në këtë rikthim të bukur në skenë. Tashmë ëndra e tij u bë realitet. Ky edicion do transmetohet të dielën dhe do ta shohim Gjestin në këndin e aktorit, edhe pse dim shumë bukur që Gjesti pjesën e humorit e ka shpirtërore.